Tenderat për ujësjellsi në 14 fshatra kanë rikthyer në SPAK të enjtën kreun e bashkisë së Kolonjës Erion Isajin. Mësohet se ai është marrë në pyetje nga prokurori i posaçëm Dritan Premçi dhe hetues të Byros Kombëtare të Hetimit, lidhur me procedurat që janë zbatuar për dhënien e tenderave për të ndërtuar ujësjellsat në Bashkinë e Kolonjës. Erion Isaj doli pas 2 orësh marrje në pyetje nga organi akuzës dhe nuk pranoi të flasë para kamerave. Në shtator të këtij viti, Erion Isaj është marrë zyrtarisht i pandehur nga prokuroria e posaçme për krye të veprës penale shkelje barazisë dhe pjesëmarrjes në tender apo ankande publike. Bashkë me të pandehur morën edhe 5 zyrtar të tjerë të Bashkisë Kolonjë. Sipas SPAK, hetimi lidhet me 2 episode ku dyshohet se janë kryer këto vepra penale. E para lidhet me tenderin e rrugës Korçë-Ersek, që u dëmtua, ndërsa episodi i dytë sipas SPAK lidhet me një hetim për sa i përket tenderave të dhënë nga ujësjellës kanalizime në Bashkinë e Kolonjës. Sa i përket tenderave të ujësjellës kanalizimeve, dyshohet se janë favorizuar kompani për të shpallur fitues. Gjatë 2 viteve të fundit, Isaj është paraqitur disa herë në SPAK ku ka dhënë shpjegime lidhur me procedurat e ndjekura në disa tendera. Në fund të muajit shtator, SPAK vendosi të zgjasë deri në shkurt hetimet për kryebashkiakun e Kolonjës, por edhe për 5 zyrtar të tjerë të bashkisë, që akuzohen për veprat penale, shkelje barazisë në tendera, shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh.